طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek libri Edukimi I fëmijëve. Kemi arritur tek kuptimi I mangët I karakterit të fëmijëve dhe natyrës së tyre. Vëllazëni, secilin fëmijë, qoftë djalë, qoftë çik, vajzë, gocë, që thënë çiknis, Allah subhanahu wa taala I ka krijuar njerëzit me një karakter të ndryshëm. Dikush e ka një karakter ndryshe, dikush e ka një karakter ndryshe. Nëse edukimin e bën sipas një karakteri, që ky nuk e ka qatë karakter, ti nuk ki me mujt me eduku. Për shembull, djali mund ta ketë një karakter tjetër. Çika e ka karakterin tjetër. Ti e edukon në fillim mbas karakterit djalit dhe ky djalë udhëzohet. Walillahi alhamd. Tash çatë edukim nëpërmjet çati karakteri që e ki bën ndaj djalit parë, mundohesh me e qutë çika, edhe çika nuk udhëzohet. Duhet me ndru qasjen. Duhet më konë psikolog, pedagog, rreth edukimit fëmijëve. Nuk është I njëjtë edukimi ndaj djalit apo ndaj çikës. Ka gjëra që djali I pranon ma me lehtësi, çika si pranon. Ka gjëra që djalit mund t'i tregosh disa gjëra, çikës s'bën me I tregu. Por edhe e kundërta, yerhamukallah. Në këto gjëra duhet me ditë secili prind, non dhe bab për fëmijën e vet. Ka shumë prindër që nuk janë në gjendje që me njoft karakterin e fëmijës vet. Valla është merr habibi kur një bab edhe një non nuk e njeh karakterin e djalit vet apo çikës vet. Po ti e prind më valla? Ç'është po e din djali çfarë karakteri ka? Gruaja po ta mëson karakterin tënd, që kur nuk të ka pa, apo, ndërsa ti që nga fëmiria, që nga dita e parë që ka lind fëmia, me vite të tëra është me ty dhe ti akoma nuk po e mëson karakterin e fëmijës. Kështë gabim. Dhe kështu lindin pastaj problemet e edukimit ndaj fëmijëve. Natyrën dhe temperamentin e tyre nuk e njohin. Thot temperamenti dhe natyra e fëmijëve ndryshojnë. Për shembull, ka që nevrikosen shpejt nervozohen. Karakter është. Ai mundohet me nal vetin, po nervozohet shpejt. Ka dikush të na I thënë prezent babolla. Thuj, se interesant, që arraf që ka këtë dynja, piskati, bërtiti. Mire, mi qashtu, ky halo më shumë të plas. Ky tjetëri bile ta kthen, apo ta në të kontekstin full, lesa në një kni, edhe... Ama, ky tjetëri s'full heq. O, fol, o drun, fol, o mur, fol diqka. S'full heq. Andaj, varësisht nga personi, varësisht nga njohja karakterit, duhet me bëhet edukimi. Thot, ka prej atyre që shquhen me ftohtësi, I ftoft. Apo dikush mund të jetë me temperament mesatar. Prandaj sjellja me ta, duke përdorur metodën e njëjtë, ndaj djalit apo çikës, përkundër qartësimit karaktereve, mund të shkaktoj devijim. Nuk mund është ndaj fëmijës parë mu sill kështu, ndaj fëmijës dytë njësoj mu sill. Jo, se është ndryshe ky. Duhet me përdorni metodë tjetër ndryshe. Mos vlerësimi I shkallëve në për të cilat kalon fëmia. Kur ka raste kur prindërit I konsiderojnë fëmijët e tyre në vazhdimsi sikur të ishin fëmijë të vegjël. Sikur të ishin fëmijë të vegjël. Zakonisht çashtu na e konsiderojmë prindi apo fëmijën e vet, fëmia vet I bot 50 vjet, ai hala e konsideron me mendsin që është 5 vjeç. Ç'do e merr? Si fëmijë, apo vëton? Po jo, sa është rrit tash. Nëse një fëmijë ki pasti 1 vjeç, 2, 3, 4, në herë ja ki në I flakarish, po ku ti bën 20 vjet, 25 vjet, nuk shkon. Më ndryshon qasja, apo? Thot, pa marrë parasysh se ai është rritur. Prandaj kjo sjellje lë gjurmë te fëmia I cili do të ndihet si I mangët. Çka? Ka muni gjithmonë mos e fëmijaj. Gjithmonë ka meni vetin që u fëmijë unë s'jam I oft për me bë punë. Jo,
kone selefit, hiq pa u martu, hiq pa bo fmi, i kanë dhënë kunje, pseudonim, i kanë thënë Ebu Abdullah. Baba Abdullah, baba i su martu halo? Baba i Abdullah i kanë thonë. Pse? A ki vrit për shembull fëmijën, kur ta rrit si i madh, ti burri e bo, edhe të na thej, burr mashallah ku ke boti, i japin privilegj. Dhe ai e mon vitin pastaj. E jo mundi mangët, tërkohën sikur fëmijë. Sepse përgjegjësi nuk mund me marr pastaj. Një herë që si jashtë, a jetë pastaj, kur çfarë bën? Pse se e ka mendsinë vet, e ka babën dhe nonën tan kohën, edhe nuk ka përgjegjësi, edhe humb. E kush e bën parazit? Pikrisht baba dhe nona e bën parazit. Lëshoje, normalisht, me kufizime, s'po themi na me lëshu se devion njeri, fëmija. Ama me kufizime. Mi dhon përgjegjësi. Që kjo është përgjegjësia jote? Që kjo është e jotja? Që kjo kështu? Jo me thonë nuk di, se letë është me thonë nuk di. Disa prindër, kur e shohin dikë që është sprovuar, duat ta përpijnë atë me sy. Pastaj shkon dhe i akuzon familjen e tij për lëshimin e edukimin e tij. Në vend që ta lusë Allahun për shpëtim nga kjo fatkeqësi për veten e tij, si dhe që Allah ta mëshirojë të sprovuarin. Kujdesi i pakët ndaj zgjedhjes së shkollës për fëmijët. Sa shumë janë ata që tregojnë të pakujdesshëm ndaj kësaj. Secili prej nesh kemi fëmijë. A duhet më shku në herë në shkollë për vëlla mi këqyr? Hajde ti s'po do më shku, çoj e gruan tonë. Nëse ti nuk shkon, çaj e gruan tonë. Është mësuese, po priton me shku me fol tash me femnë aty, me mësuesen, çaj e gruan, le të flet. Se mësuesja e ka çdo ditë ato. Shumë sena ajo i din që ti ndoshta nuk i din shpe. Për ata që shko fal. Interesoju. Mos të bëhet normë të fëmija yt, sepse pastaj kur bëhet normë ai nuk kthehet mbrapa, është problem, nuk kthehet mbrapa. Kështu që kërko, çka bëu me fëmin tam? Çish është? Tregom. Nëse është në gjë të keqe, tregom. Du me ditë për fëmin tam. Apo mi ra mas që në fillim. Sepse bëhet normë. Pastaj nuk kthehet më, çka mi bëu mos? Është problem. Thot vren se prindi nuk i interesohet fare për shkollën e fëmijëve, se do të mësojnë fëmijët e tij, as për mësuesit, sjelljen dhe edukatën, e as për metodologjinë e mësimdhënies. As si aqyr librin asnjëherë. Pa i vetë s'ka lexu, çto problemi. As nuk i din detyrat. Edhe çto problemi. Sallallahu alaihi wa sallam. E por nëse se din vet, atëre ka mësuese me parë pagun. Në shtëpi vjen. Unë kam disa vëllezër që e paguajnë mësuesin. Përveç në shkollë që janë, e paguajnë mësuesin në shtëpi vetë e bjen. E paguajnë edhe notat shumë të mira pastaj ka po. Pse se, qërë, unë është e kuptueshme, ka për shembull gra, nona, apo që janë disa detyra që nuk kanë qenë kohën e saj, edhe nuk i din. Edhe tash fëmija duhet me kërku ndihmë dikon. Nëse nuk e kupton në shkollë, edhe baba dhe nona nuk pidhin ato detyra, çka me bo fëmija? I kërcose nishat atje, apo? Ata nëse ki pare, merrni mësuese edhe ose çoj me një kurs të caktuar ku ja mësojnë lëndët që janë pak ma profesionale, që janë domethënë pak ma të vështira, edhe kryet çështja se duhet me investu në fëmijë vllazni. Po nuk investu në fëmijë, ç'a me bëjmë pastaj? Humbim, apo? Pastaj thot, dërgimi i tyre për studime shkolla të huaja, gjë që e prish besimin e drejtë në edukatën e tyre dhe edukatën e tyre veçanërisht nëse ata janë ende të vegjël apo pa përkujdesje të paktë apo përkujdesje të paktë për diturinë dhe devotshmërinë e tyre. Vazhdo ke bisedu me një hoqë ma herët. Edhe thësha, a është mirë thësha në shkollë të mesme me që diku jashtë be djalin apo të në fëmijën? Të ke jo. Sepse është në kohën e pubertetit. Në kohën e pjekjes. Edhe në kohën e ndryshimit mbes fëmijës edhe i rritur. Puberteti adoleshenca. Në qëtë kohën njeriu fëmija mund me deviju. E ti veç peqon me një vend uj, që nuk ka fare kontrol. Edhe kjo është rrezik. Edhe unë peqoj më feja atje, selën po e qesh më feja, Allah. Ama me dalashit atje, që më përmësi? Ti e qesh më feja ku del këni 20 di, me vothe, me zingjira, me sen, vjen këto babi i hoxhu bërë në. Në du të me pas kujdesim të sene, le të fuqizohet
aty ku I ki frenat, pak a shumë, edhe me lejen e Allahut, pastaj kur formësohet, pastaj çoje në fakultet, në botën arabe, apo qoftë në botën arabe, qoftë me një vend caktuar që është më mirë në vendet ku është Islami, sepse normalisht në ato vende ku studiohet gjëra tjera përveç fesë, në vendet jo islame, është pak rrezik puna që ndrimi kulturës edhe është rrezik, apo është normal që është rrezik, po më pak është rrezikshme kur jeti veç I vetëdijshëm edhe je fuqizuar në besim. Apo bashkëpunimi I pakët me shkollat e fëmijëve të tij apo braktisja tërësishme e tyre. Ka shumë prindër të cilët nuk bashkëpunojnë me shkollat, në të cilët mësojnë fëmijët e tyre, ndoshta as që dinë ku mësojnë ata. A e dini vllazni, unë kum një që prindi nuk e din ku banon çika vetëm në Prishtinë. A e dini këtë punë? Nuk e din ku banon. I ka dhënë parë, shko gjeje dhe si interesohet hiç. Shko kryeve shkollën. As fare nuk e din ku është të studiu edhe ku e ka banesën. E ku flenë, ku qohet, e ku e dione. Nuk e din. Nuk kjo është merë. Njëherë në shetë. Masti është problem këthimi, se qile dera, o vlla. Po qel dera. Dhe në rastin që është një hadith që thyerja derës ka më konë Omeri, në kone Omerit radiallahu anhu. Deri në kone Omerit musliman kanë qenë të unifikum. Kjo derë ka më thy në kone Omerit se kanë me vra Omerin. U qelë dera e bidatit. Omeri ka qenë jashpër dhe e bidatit, kërkusun ka këdzu fjallë me bo, kur ka të bëj me fejnë Allah azza wa jall, dhe kundërshtimin ndaj devijimeve, dhe ka qenë derë, apo, derë e palevizshme, që s'është hapë. Mirë, po kjo derë, qka, nuk është hapë, po është thy, që I bije, është vra. Dhe kur është vra, pas ta I në hapë, fitnet. Qështu është në selja e fesë Allah subhanahu wa taala. Mbrojtja e fëmijës për mungesat e tij në mësime, veçanërisht në shkollë. Ka mundësi që ndonjë prej mësuesve ose përgjegjësve të shkollës, ka vllazni për shembull, po tregon një vëlla, tha, u interesu për djalin, ka qenë Kur'an, edhe ka thirrë në telefon. A po shkesh djalin jam? Po shkoj. Një ditë ka thirrë në telefon. A shkova sot? Po, shkova. Edhe hajde këtu, veç e kish thirr mësuesin apo hoxhën, I kish thonë Hoxha, u konë së djallën? Thot jo. Hade ti qëtoja ka bëhë djallit? S'po din djallit kur qo. A I konë? Po jo më konë. Edhe ka thirë në telefon. Hoxhën nërsy. A u konë së djallën? Jo, s'u konë. Edhe metaj. Po më galëzën një vla. Për djallën e vetë. Edhe qështu du të mja bo. Du të më interesu. Ose edhe du të me qu. Që për shamë në prizren vlaznit të na, Allah I shpërbleft, I bin Kur'an që mësojnë, unë si që I mëson, I bin me kera, me sene, edhe I bin vetë. Duhet mu interesu për fëmijë, o habiba, nuk është veç hajtë qoje ti në shkollë, ose qoje, le qkon të hoxha vetë, vallahi. Vallahi, jo ka pas raste, po në shumë të në rasteve, gruja e ka qu djalin tem të hoxhenica të hafizja për më bo, hafiz, për me mësu Kur'anin, për menç, gruja e ka qu. S'kum pas ku unë e ka qu gruja, s'ka pas ku gruja, unë e kum qu. Tërkohën, ditë të tëra, shien burë, edhe rezultati varit, apo? A vallaj, po, shkot dhe hoxha, pa peqonte, fëmija nuk mundet më konë vllazni, nuk mundet vetë mi perceptu senet, që unë këto e bëj për ibadet, për senet I kur I ka 7 vjetë, 8 vjetë. Priton, apo këton, ti du të më konë nëzitës. Ti du të më konë nëzitës, me marë, me shti një kërë, edhe me thonë, hec përshkem të hoxha, hec përshkem shkolla, hec përshkem këtu, hec përshkem aty, me marë në për derse, në për sen, ta në konë. E valla, nëse s'ki punu ti, qa për lypish? Kur të s'punon, s'ka rrugdo, nuk ka rezultat pas taj. Që është problem. Ka mundësi që ndonjë prej mësuesve ose përgjegjësve të shkollës ta çortojnë ndonjërin prej nxënësve. Çka bëjnë te na shqiptarët? Vjen fëmia, thot më rrejti mësuesi. Tash me ligje të reja, zguxosh me prejk bile nxënësin hiç. Edhe vjen tipi baba aty para krejt nxënësave, nësën fëmijës vet edhe po shtërson mësuesin. Çaj fëmijë mo, a ka respekt ndaj mësuesit? I hub respekti. Përpara në kone batësismet s'u konë qështu. Përpara nëse mësuesi
e ka qërtu baba fëmin e vetë, edhe në shpi e ka qërtu prapë. Edhe ka rrejtë, si po thuti. Edhe normalisht që aj fëmi mo, ama kur qëkon ti atje, ta pështërson mësusin, ta pështërson arsimtarin, fëmija merë kry. Që komën e kra. Ma e keqja, ta shpidin në thoj za ligjet, ti zguzën me mprek. Pja bon. E ti që pen që zën arsimtarin e mësusin aty në klasë çdo sen, e pe qëtë për Facebooka, në për TikToka, në për sene? Qështu hum pastaj, qështu humbim edhe në pisa që u kona e organizata për me këshyrë në zosit ma të padishëm që kemi dalë, dhe me thonë në të listën në botën. Analizë. Këto ishin disa nga aspektet e lëshimeve dhe mangësive gjatë edukimit të fëmijëve, por çfarë të presim pas gjithë kësaj negligjence? Çfarë do të korrim si rezultat i mangësive të tilla? Thotë, a pas gjithë kësaj ka shpresë për rimëkëmbjen e fëmijëve tanë, i rrethuam ata me çdo shkak që i dërgon ka devime. Çfarë krimesh kemi bërë ndaj fëmijëve tanë? Do ta kuptojmë vetëm atëherë ku t'i hedhim ata në betejat e jetës. Kur ballafaqohen ata me jetën, atëherë sheh që kanë me humb. Se nuk janë kalit. Apo metoda që ndihmojnë në edukimin e fëmijëve. Për kujdesa që t'ja zgjedhim një bashkëshorte të mirë. Më thonë, më për kujdes që me përzgjedh një bashkëshorte besimtare. Thot, nuk i takon as një personi që të ngutet me martesën, para se të lutet Allah subhanahu wa taala që me udhëzu ka e mira, thot. Dhe të konsultohet me njerëzit që kanë përvojë, sepse kjo është bashkëshorte, është non e fëmijëve tu. Nëse nuk është e mirë që ajo non besimtare, ti e të punu Allah ta ditën. Nëse nona nuk ka besimtare, çka ka me bu fëmija? Fëmija ta nditën me telefon aty, ta nditën me televizion, ta nditën me internet. Nëse nona nuk ja shikon fëmijës vet, çka po shikon fëmija, devion fëmija. Ti nuk ki kohë më marrë me fëmijën. Kontekstin se ki me punu, ta nditën. Nëse nona nuk është, atar është problem. Për atë arsye, po, më martu, po, fëmijë tanë duhet më martu. Sa ma herët, po jo dhe më ngut, çfarë do njeri me prunë shpe. Po besimtare, që e ka tut Allahun Azza wa Jall. Sepse po edukon një gjenerat vllazni, po edukon breza e breza. A nëse ti nuk e merr një grua besimtare devotshme që e ka tut Allahun Azza wa Jall, normalisht nuk kemi eduku më njerëz, nuk kemi eduku fëmijët në frymën që duhet mu eduku, subhanallah. Edhe fëmija pastaj dalin dursh, subhanallah. Kjo bashkëshorte është nëna e fëmijëve dhe ata do të rriten sipas edukatet dhe natyrës saj. E pastaj ajo ka ndikim dhe te vet burri. Për këtë arsye është thënë, njeriu është në fenë e bashkëshortes së tij. Është thënë se hadithi thotë gruaja është në dinën e burrit. Mirë, po ka raste që gruaja, burri bot ndikohet për bashkëshortes. E të na brezervallojt të disa qytetarë plot janë çështo. Ndikon për grus, mas shumë të ndikon për grus e za vetë që janë. Njeriu është në fenë e bashkëshortes së tij për shkak të pasimit të saj në disa gjëra si rezultati i animit ka ajo. Ektham ibn Sajfi i tha djalit ti, o birim, tha, mos t'josh, tha, që çfarë këshille pjep djalit vet. O birim, thot, o djali jem, mos t'josh, tha, bukuria e grave ndaj fisnikrisë së preardhjes së tyre, sepse martesat e virtytshme sjellin nder edhe dinjitet. Mos e kështu shumë bukurin tepër. Se bukuria është ma gjepse, është momentale. Më është s'po thëmë me marrë edhe këtë shumëtume. Po, mos më konë çështja kryesore bukuria, se kam i të eduku fëmijët, kam i të respektu babën nonët, gjitha këto gjëra. E bojësve të doli, ju tha bive ti, jam sjell mirë me juve, kur ishit të vegjël, dhe kur u rritët, dhe para se të lindnit, edhe para se të lindnit, i than, e qysh ka mundësi kjo para se të lindin fëmijët, ti mu sjell mirë me fëmijët, qa për mërmendja? A për kuptane? Tha, jam sjell mirë me juve kur ishit të vegjël, po edhe para se me lind, unë me juve jam sjell mirë. Ha? Ja ka zgjat nonën e mirë, po ca Ismet. Nona e mirë i ka eduku fëmijët.
Edhe çata fëmijë janë sebepi nonës mirë që janë edukuar. E për atë arsye i ka thonë, unë për juve kum bo edhe para se mu lind. Jo. Thot i thanë, por si ka mundësi që e sjell mirë me ne para se të lindnim, tha ua kam zgjedhur një nën që s'mund të gjenit meta. Në kontekstin e përgjithshëm s'ka njeri pa të meta, po do të thonë të mirë. Ndërsa Riashiu këndonte, mirësia e parë që u dhash ishte zgjedhja në nënë fisnike, dëlirësia e cilës ishte e qartë, lutja Allahut për pasardhës të mirë, me bo dua, apo sikur Zekeria, për Zekerian, tha o Zoti më dhuro mua pasardhës të mirë, vërtet ti dëgjon lutjen dhe siç na tregoi për të devotshmit se prej cilësive të tyre është sa ata thonë o Zoti ynë, na dhuro gra dhe pasardhës që janë prekje për syt e tyre, për syt tonë, dhe na bëj prizë të devotshme. Suratul Furqan ajeti 74. Fëmijët janë dhurohet nga Allahu subhanahu wa taala, prandaj takon muslimanit që të jetë i kënaqur me atë që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot pastaj muslimanit i ndalohet që të i dhurohet për lindjen e vajzave edhe të mërzitet, sepse vajzat janë xhennet o vllazni. Kushdo që i edukon në Islam 3 vajza, 2 vajza, po qoftë edhe një, xhennetin e ki hakin inshallah taala. Të na shqiptar si të ki vajza, s'ki djem, i prishet qerja, i prishet qefi, apo thot mirësia vajza është e pamohueshme, ato janë bija, janë motra, janë bashkëshorte, janë nëna, siç thot njëri prej xhallarëve, ato janë gjysma e shoqërisë, e cila e lind gjysmën tjetër të shoqërisë, prandaj ato janë krejt shoqënia. Por no, çore. Ato janë gjysma e shoqënisë. Gratë, bijat, motrat, bashkëshortet, gjysma e shoqërisë. Po kur të lindin janë edhe gjysma tjetër e shoqënisë që i bie që krejt shoqënia është gra. A pe koptane? Subhanallah, çfarë seni madh. Dhe thot, ai i dhuron vajza kujt të doj e djem, kujt të doj shtohet Shura, ajeti 49, dhe i dërguari sa ka thënë, kujt i janë dhuruar vajza si sprov për të, ai është sjell mirë me to, do të jenë mbrojtje zor për të, dhe ka thënë kush ka 3 vajza ose 3 motra thot. Apo 2 vajza dhe 2 motra, dhe ka frikë Allahun për to, kështu sillet me to mirësi, do të hyjnë në xhennet me Allahun, me lenin Allahut subhanahu wa taala, dhe përfund sa e bukur është thurja e poetit. Pëlqeni dhuntin e vajzave të vërtetshme, nga Allahu si mirësi. Ato janë për fisni krem, e për prehje, janë si drunje me frytësi, edhe bereqeti vjen si pasojë e sjelljes ndaj tyre me mirësi deri në takimin e radhës, me kërkimin ndihmës nga Allahu për edukimin e tyre. Pastaj kemi lutja për të mirën e fëmijëve, pastaj kemi emërtimin e fëmijëve e kështu me radhë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.